Shiko, me Belerin personal me Belerin, jo. Por, një gjë unë nuk ka kuptuar dhe më lër ta bëj pyetje. Ore, bëj sa dush apo. Ti je një njohës shumë i mirë edhe për shkak edhe të geneve të tua. Tani, ngeli Greqia për të bërë Fredi Belerin deputet? Ngeli, po. Pse? Shumë i zgjuar Fredi, vëlla. Fredi ka vetëm problem që s'flet mirë shqip. Çfarë? Që nuk flet mirë shqip. Po si nuk mirë shqip ai kryetari i Bashkisë së Marrës? Edhe një herë pra. Defekti Fredit që ja kam thënë në sy, është që nuk di të flasë mirë shqip. Pse greqisht është intelektual? Po të dihet i greqisht për shembull. Të dihet këta mam greqisht. Fisin e Fredin, do më thoshë Marian, po ç'është ky shumë i zgjuar më burr. Është brillant. Jo, çfarë është e gjuhës? Po jo, tani ka të bëjë edhe. Tani do të dëgjosh, a më pyete? Po të jap gjëra të vërteta se dëgjoj zgënjej. Po tani edhe unë sa gjëra të tjera. Po ti e ke me perceptim pra. Që ngeli Greqia thua. Unë po them, po të dinim ne, edhe unë dhe ti, të dinim mirë greqisht, edhe unë nuk flas mirë greqisht, flas shumë pak. Ti je një mirë greqisht. Flas pak, pra se kam gjuhën e nënës, po flas pak. Ti do habiteshe. Të gjithë ata që di greqisht dhe kanë folur, ky ka mbaruar shkenca politike marrë ndërkombëtare dhe në Athinë. Pra përveç hidrauliku që ka punuar kur ishte çuni i ri, ka mbaruar shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe ka pasur pedagog mes të tjerëve. Ish ministre i jashtëm Kocias që vite me Bushatin atëherë, mban mend? E kem Kocias gjallë, mund ta pyesësh. Se ai Kocias e kanë dhe mik, mund të thotë që ka qenë student i tij. Më dëgjon pak? Ky e po patjetër se jo, të t'ja fakte unë vlla. Për ata që thonë që ky është i pashkolluar për shembull. Nuk është i pashkolluar. Por unë po ta them, pedagogu ti është Kociasi, ish ministri i jashtëm. Që sot e kësaj dite, kur i bie telefoni që ka dhe në parti kundërshtare, se ky është nga Mbrëmja Demokracia, Fredi. Ai është Kociasi ishte i majtë, e diti. Po. I shkon në shtëpi, janë miq, sot kësaj dite ka qenë pedagog i tij. Këtë ta konfirmon dhe Vendja, ministri aktual i mbrojtjes sot, Vendja që është në origjinë nga Vunoj, e ke parasysh? Vendja që ka qenë ministri i jashtëm. Ka qenë ministri i jashtëm. Bravo. Tani, po do të dish të vërtetën, është kjo që them unë, ti si gazetar që je investigativ për të gjërat e personaliteteve, se ti ndjek këto gjëra, bëj një telefon, e ke thjesht fare se nuk ka nevojë për shumë punë. E do marrësh vesh vërtetën. Pra, perceptimi që ke krijuar ti dhe nuk është faji jot, dhe i shumë të tjerëve, bashkë me sa personazhe që përmendet ti mua që ke marrë këtu, që kanë qenë shumë të egër ndaj këtij, mund të jenë për arsye të tjera, por jo për këto, që ngeli Greqia për këtë. Se të thash, i vetëm defekt ose akuzë që mund t'i bësh ti njeriu është që pse s'mësove shqip në mënyrë të flasësh në mënyrë akademike ose në mënyrë letrare. Ai është grek? Po pse çfarë është? Jo, pyeta. Po pse çfarë? Ai është grek? Po patjetër. Është pjesë e minoritetit grek, më. Ore, këta që janë këta, mo? Këta që jeton në veri të Shqipërisë. Më fal. Këta të Preshevës, mo, që flasin shqip, ç'a janë? Po pse e njëjta gjë është tani? Po pse kur ndryshimi? Po është e njëjta gjë. Dale, kur ndryshimi? Sepse minoritarët në Himar janë biling. Dëgjosh. Po edhe ata flasin serbisht në Preshevë, shqiptarët që jeton në Preshevë. Ata janë autokton që flasin serbisht. Që ajo tokë dhe ai territor ju ata shoh serbisë dhe janë në shtetin serb, ata gjuhë zyrtare në libra, në dokumenta ata kanë serbishte, nuk është shqipe. Po kur ndryshimi pra me pjesën tjetër? Sepse këtu nuk i marrën, nuk ja ka marrë Shqipëria Greqisë, i marrë është aty e Shqipërisë. Atje ka qenë. Tregtia me Korfuzin ka bërë që të jenë biling, të mësojnë greqisht. Ne u futëm një debat tani do të ishte Ila me atë thuaje. Si e ka ai pedagogu, ai historian që merr Ila gjithmonë. Plum Gjufi është... Dëgjoj Ariani, unë nuk dëshiroj të futem në këto argumenta. Për mua vlla, në momentin që ti flet një gjuhë tjetër, që u ke lindur, prindët ty të kanë mësuar ashtu, stërgjyshi jot, gjyshi jot e të gjitha këto, unë nuk kam pse të vënë në dyshim identitetin tënd. Jo, unë po diskutoja për i marrë. Pse duhet të kem unë probleme? Njeriu si ndje. Unë ndjem amerikan. Ore, në maqellar, më vlla. Jo, nuk është me të ndjerë kjo punë. Patjetër. Orland, ky ka 500 vjet që flet greqisht vlla në familjen e tij. Po mirë, nuk është një gabim kjo. Më fal. Po. Dua të them, këta nuk janë të shpikur, pra nuk e shpikin veten amerikan ose kinez vlla ose grek. Janë. George Tenet çfarë ishte? Po, si çfarë ishte ti pastaj? Po, ai ka një histori nga jati dhe nga jama. Jo, një sekondë. Kur e kam pyetur çka ka thënë? Jo. Ai jo për të pyetur. Ai ka shkruar në librin e tij me kujtime. Unë vi nga një vend që është në jug të Shqipërisë, që quhet Himar, vetëm kaq ka shkruar. Po, shumë mirë. Por ai është Kacelano nga Ema dhe Koka nga Jati. Po, edhe? Dhe ata kokat janë shqiptar. Po në Himar ka dhe shqiptar, ka dhe grek. Po pra. Kush e ka muar? Këtë po them edhe për Tenet. Kush ka muar të gjitha, po më pyetur për Belerin. E zgjidhi mirë Rama këtë historinë politike, jo të drejtësisë. Me Belerin e ka zgjidhur thuaj. Unë kam përshtypjen se këtu do e marrin vesh pak më vonë vlla.
Do ketë zhvillime? Mendoj që Akmari është gjallë që ha të ftohtë. Për grek. Këtë mos e haro asnjë. Për grek, se shqiptarët sa janë të ftohtë. Jo, unë them për këtë njeriu këtu që bëri një vit burg kot për shembull. Unë kam qenë kundër burgut të tij dhe e kam deklaruar publikisht, ndërsa pjesën politike unë edhe këtu pak a shumë e shpreha, po jo për burgun e këtij. Dhe e kam thënë këtë, që t'jemi fair, t'jemi qartë. Unë them vëlla që kundërshtarit politik ti mund i bësh çfarë duash, por mund ta izolosh. Se të kemi kujtuar një ditë me profesor Fugën dhe kemi qeshur me i batut tënden, po do ta tregojmë pas emisionit. Atë nuk thuhet? Jo, po do ta tregojmë pas emisionit, si ishte shumë e bukur se kemi qesh dy të dëgjuam, në moment dhe e qeshëm të dy, po ishte shumë e bukur. Me Artan Fugën. Po kemi qeshur dy me një të fortë tënden, që e the live në emision. Po do tjetër. Shqipi Danoçi shkruaj. Danoçi pa parash, ha? Si e parashikon? Ç'të parashikojmë? Çfarë do bëj? Ky Luftën në Ukrainë? Po këtë sigurisht zgjidhi pra këtë. Groenlandën? Gaza sigurisht zgjidhi pa marrëveshjen. Po Groenlandën, gjirin e Meksikës? Nuk e di vëlla, nuk di të themi, unë di të themi gjë që ky po luan shumë fort. Po. Dhe unë paktën jam i gëzuar për një gjë. Jam i gëzuar. Jam i qartë dhe jam i për ta thënë thjesht vëlla. Po. Më dëgjon çik. Kush të shkruan tani Aman? Jo, nuk shkruaj gjë, mbaj orarin ore, kemi Edhe sa kemi? Po ja. Okej. Më thua që të jam bënë një Jo, kemi kohë, pa merak.